Përshëndetje të dashur miq, së pari ju uroj mirësi, së dyti në këtë video do t'ju flas për fakte të rënditëse në lidhje me temën që do ta zgjeroj inshallah. Sot do flasim metodat monstruoze në ngritjen e kurtheve ndaj reformatorave të pas viteve 90. Bëhet fjalë për reformatorat e fesë islame në Shqipëri. E para, kur është leju hapja e xhamisë së Plumbit, kur është miratu themelimi i komunitetit musliman të Shqipërisë, po flas këtij komuniteti që i takoj, si musliman, po flas për muslimanat. Kur është leju themelimi i komunitetit musliman të Shqipërisë, vëllezër e motra, kanë mendu krerët e sigurimit shtetit se nuk do shkoj kush në xhami vetëm në plak ose në ish medresist, bëhet fjalë për në plak edhe kaq. Nuk e kanë mendu, s'kan arrit ta mendojnë se do mbi popullohen nga të rinjt dhe nga intelektualet. Dhe këtë informacion e kam nga një Rahmetli, ish punojës i sigurimit shtetit të Shqipërisë. Njëri që u pendu me sinqeritet, njëri që filloi 5 vaktet namaz dhe vinte në flisën vesh në Shkodër, rahmeti pas shpirti. Kur e kuptoj se çfarë reformimi kam, çfarë shkolle, çfarë organizate kam qenë, ai informacionet e epshin aty, po nejse mo. Na nuk e kena ditë, thoshte ai, me lot në sy, se kena ditë se do mbushen xhamiat me intelektual dhe me djemtri, se kur s'do ta kishim leju një gjatë tillë mu ba. E tash, në këtë moment, në një kohë kur polulzonte Islami në Shqipëri, metoda e parë është metoda Napoleonit për çaj sundo. Mirë po, kur pa ndjenja dashurore prap tek besimtare për një tjetrin, pavarësisht ndarjeve të mendimeve, se në fenë islame lejohet me pas mendime të ndryshme, lejohet mendimi ndryshëm, unikaliteti i njeriut. Kur e pan se kanë dashuri besimtare për një tjetrin, pavarësisht se ndarjes së mendimeve, e përdorën arin. Politikan që e para u vynë të besnikëria besimtarëve. E dyta më e rëndësishmja, që kur të futim arin do mbyllim gojen, edhe ja arritën me ari. Përdorën besimtarë në zbulimin e arit. I përdorën. Mirë po ishte punë ilegale ajo që e bën. Pra, këta politika nuk porositin nga dikush në prapasken, pa i dikushin prapasken që i propozoi që t'i zgjedhin besimtarët, ai ishte prej kokave të shërbimeve anti-islame në Shqipëri. Ati i vynin besimtarët për ta mbajtur fjalën, po edhe për t'i hedhur në kurth. Duke parë varfrinë ekstreme të teologëve në Shqipëri, një rrogë 150.000 lekë, i përdori, domethënë, ai është prej kokave që i shkon të kam politika dhe solli aparaturat nga Greqia, nga Turqia për t'u abesuar disa teologëve dhe disa besimtarëve. Çka aty ishte suksesi më i madh i tyre për t'i tërhequr nga humba. Sot kanë frikë nga spaku, sot kanë frikë nga shiku,
sot kanë frikë nga shumë sende sepse kanë grumbullu parë të mëdha. E tash, po i pyete për ezan, ul kokën. Po i pyete për fe, e ul kokën. Po i pyete për shumë gjëra, e ul kokën. Nuk guxon të flasin haptas. Jo me këtë është ai transmetimi në shkrimet islame kur u shpik dinari dhe derhemi, parja po i thojmë na. Shejtani e vuni njënën anë të ballit dinarin, tjetrin derhemin. Me këtë thot do ta shkatroj birin e Ademit, njeriu. Po të studiosh pak librat e magjisë dhe librat për botën e gjindëve, në momentin kur gjindet janë krijesat frikacake, madje ato tremen për njerëzve siç tremen zogjt. Po në momentin kur njeriu ban marrëveshje me djajt për ta mohu Zotin dhe për të bërë magji ose për të bërë, atëherë Allahu i jep forcë kundër njeriu. Vetë Allahu në shenjë dënimi i jep forcë djallit kundër njeriu. Edhe ata persona që u përzin në pare, domethënë u fut parja, si është ai humori, aty ku futet parja nuk punon modarja. E futen parën. Ose të çështja e arit dhe e bizneseve që u alan sipër, domethënë politika ja la biznesin për sipër, dhe ai tani ka frikë nga spaku, e ul kokën. Ka frikë nga shiku, e ul kokën. Pra me parën. Pjesa e parës tjetër është kur pranon rrogë nga shërbimet informative për t'i informuar. Domethënë për gjoja se ne po t'nimojmë, se 150.000 lekë, 4 fëmijë, grua, mendja e tij e ngushtë. Ka harru se Allahu e furnizon çdo fëmijë që e krijon. Ja që bereqetin. Pranuan rrogë për shikut, i kam 20 mesazhe të teologëve që pranuan rrogë për shërbimeve të caktuara, si më bën me dal për situata mos e kam ra pre. Është vonë. Ju e keni lexuar transmetimin që kur një popull ran paganizëm, adhuronin pemën siç adhurojnë tyrbet në tropojën has. Adhuronin pemën, i kërkonin në mësim të Allahu. Shkoi një besimtar, mori se patën, shkoi me e pre, dhe i doli djalli në rrugë. I tha, aman, mos e prej se t'i jap 2 Napolona ari çdo ditë në mëngjes t'i bite koka. Edhe ky u kthy. Momentin që ditën e parë ja çoi 2 Napolona arit, nesmit nuk ja çoi, ky kapi spatën dhe shkoi me e pre atë pemë. I doli djalli në rrugë, ku shkon? Me pre, jo thot, ti e shite besimin në Allahun për 2 Napolona ari, edhe e godet, bam, pra, i dha Allahu forcë. Gjinet janë krijesa të dobta, mirë po në momentin që mohon Allahun dhe ju shkon mbrapa, Allahu i jep forcë kundër teje. E njëjta gjë ndodhi edhe me ata. Pse pranove parë? Unë kam dëruar 5 ditë pa bukë. Elhamdulillah, o Zot, ma shta dashurinë për ty. Kur jam distancu prej pislikut, 5 ditë pa bukë. Elhamdulillah, o Zot, se ma zëvendësoj Allahu me më të mirë. Qa ka e punë? Me dëru për bukë, me dhim stomaku për bukë. Po të radhëtar, jo. Jo të radhëtar, po bashkëpunus, më të jeni shumë të mirë, jeni shumë djemë të mirë, mërë. Po keni pranu me bashkëpunu, kjo është problemi. Jeni shumë djemë të mirë, po keni pranu bashkëpunimin e kjo ju dëmton juve, o njerëz. Keni marrë biznese oligarkësh përsi, për o vlla, keni marrë biznes pist, haram. Ani pse është agjenci që duket halal, por ajo është e parave të prostitucionit dhe kokainës. Është haram. Ke bo haram. Ke bashkëpunun në katë. A më kupton drejt Eltonin? Pra, mos i akuzoni ata persona që ulin kokën në media, se e kanë nga frika, o njerëz. Kanë frikë se do arrestohen. Mos i akuzoni, nuk kanë deviju, jo me zemër, po kanë rënë në kurth.
I ka lëshu edhe një moralitet. Do kanë bë video dhe tash nuk kanë ka shkojnë, i kanë lëshu në qark. Mos i akuzoni, po lutuni për ta. Kështu që mos u ndikoni nga disa gjëra, po lutuni, mos i mallkoni, po lutuni që të udhëzohen.